Ky lloj bari që është këtu e kam lidhur në Greqi, është për stomanë dhe për zemrën. Edhe duhet ta pisi gotë çaj në mëngjes. Eso. Pashi që kush do i hedh sheqer pak, kush nuk do nuk i hedh. Një gotë çaj ta pish, për 2-3 ditë kalon, nuk të dhe me stomanë. Juve shumë faleminderit, kush është klient e unë që vi të blej, se unë jam doktor që i shëroj këta njerëz me këtë lloj bari. Faleminderit. Shëndetje, si quheni? Artur Morku. Me qa merresh ti Artur, shkon në shkollë apo bën? E kam lanë, Kur e ke lënë shkollën? para 2 vjeç. Po pse nuk të pëlqeu shkolla? Jo, mësuesen, nuk gatrova me ta. A patë një konflikt me mësuesen? Po nuk arritet ta zgjidhësh? Jo. Jo. A mund të na thush çfarë konflikti ishte? Ura me mësuesen me shkoplesk. Ra mësuesen. Po, Polici më pa. në vërtet? Po pastaj u zgjidh puna. U zgjidh puna. Po nuk kem, Në shkollë nuk shkova më. po a ke qef të marrësh në një zanat ose në një gjë, se edhe pse nuk ka vajt mirë kjo, po ti mund të regjistrohesh në një shkollë tjetër për në një zanat, në një gjë? Jo. S'ke dëshirë? Ja. Të mësosh një profesion që të kesh një punë të mirë, pastaj të marrësh rrogën tënde, të jesh Më punën dhe gjemë nëse zban. çfarë pune të ke dëshirë të bësh? Që të më dalin? Ajtë, patrullë me gjithë plagun. Po në i punë që e ke dëshirë të më. Bona në bicikleta. Si mekanik, të më thënë, të pëlqen ana mekanike. Bravo, shumë mirë. Po, kohën e lirë tani që ke mjaft kohë të lirë besoj, se në shkollë nuk shkon, me qa merresh zakonisht? Vërdall. Me shokt. A lun? Me lujtë top nuk luj se i së ka të tjertë në bëkom. Po qarë loje të pëlqen ty? E, më rritë top, bilardo, ato, qipsa. E pas ke edhe një vest vogël në duket e pi cigaren, apo jo? A nuk duket se shpenzon për shembull? Ja. E, që ati të paketa e marë. Po prindërit me se merren, punojnë prindërit? Po, babi puno të shumë, fabrik pucash. Dhe mami fabrik pucash, vllajën e kam jashtetin të li. A i ndihmon ti për një punë familjare prindërit? Po, Po me shok, me shoqet si e kalon? Ke shoqëri? po, shok. Dilni apo kontaktoni në Facebook vetëm? Me vllajën me shok. Të në më ta. E përdor Facebookun, domethënë. Aha. A si çfarë mendimit ke për tani për shkollën që nuk ka vajt mirë kjo puna, të ka ngel pak si kështu si keq? Fënduar. A je pendu? Domethënë po të kishe mundësinë të vazhdosh një shkollë, një diçka, do e vazhdoje? Vjetor për me shku më prapë të shkollën më vidhë. Vjetor. Pse të vjen tur? Ja, thot, e prapë më rajmë mësuesen. Po mirë, ti do të bësh gjëra jo ç'a thonë njerëzit, po ç'a ke dëshirë ti, për shembull të shkosh një shkollë tjetër, e zon. Për shkollë të tjera s'pranoj, në shkollën tonë, në institutit. Cilën klasë ke mbaru ti? E, lash 5-ën. Klasën e 5. Lash 5. Pa fillova me ne Gaudinat, me ne këtë vërdal. Po do me thënë ti ke dëshirë të bësh mekanik dhe po të kesh mundësi të vazhdosh një shkollë për mekanik, do e vazhdosh. Po, të vazhdoj. Sa vjeç je tani? 14. 14 vjeç. Besoj se ke kohë sa të dush. Atëherë Artur, të faleminderit, edhe të urojmë që të marrësh një zanat të mirë në jetë, të punosh, që të kesh edhe lek, pastaj të jesh i pavarur edhe nga ana ekonomike. Faleminderit. Faleminderit. Ok, ka mundësi me s'parën prezentu? Po, 2 euro bileta me hi këto të liçeni Batlovs. Suguri s'ka, bërlugën nuk e hjekin mirë, por e ti morin i pagujnë 10 kontur
më shumë ka 4-5 evra, veç sa me marrë që atë. Kryetori ka tunit i merë pare të krejt mi sipër, me një tjetër. As ki suguri, as ko kur gjo, as kanë hidis në jull, as në i sugurim, hiç kur gjo. Veç e hojnë plaskitin për vete. Janë me neve së bashkë, edhe ka qenë të helmuqa, politik të vjurve, sepse ka jenë cita shoqërisë njërzore, edhe të ka fut media teatr, edhe të integroj unë, të gjithun kalamonin të këtë me të fotë që shumë. Të helmuqa, me digital së këllbala, është e digital si i fshehur së këllbala drejtori i televizionit qiptar, është 3 evident. Po i noni i qasë në ka bosë, të bu gjithuna me internet, të mor jetën. Edhe me elektronike, flux elektronike kardiale. Vështirë se kardiale, e sheste kardiale. I rupash. Po se e vise e të posa të më shumë media. Diskutosim të dalej se gjitha kalamaj. Po, e sheste media të aqë për të gjithë. Po e bra të dini në përmjet internetit, solidarizohu me drejtën njerëzore, sepse gjithë shqiptarët janë minoren të fshehur. Je minoren i fshehur, të net kot më kot gjithë ditën. Ai është 50 vjeç ti thua minoren. Ne glau shi kalaman intern të shtinë rekordore. Pas. Miru kopshi. Shishash. Sa fluksen ka punë mua? Shko si ke digital. Me marrje edhe në aty, se deklaroj kompjuterin dhe minorenin, edhe kam qenë bankere 4 vjetë punuar gjithë jetën vullnetar, baruar juridike ekonomike agronomi. Ka 9 vjetë që ma motën peng me media digital, Sokol Balla, Sadedin Balla, Shaban Kazim, të fshehur që kanë punuar gjithë jetën në media kriminalistika, edhe kanë përdosur poplin me dosje të re me gjithë jetën, edhe gjithë shqiptarëve si kini ardhur në kryeqytet, ju ka pruar media digital e fshehur diagnostikime, THC magneti diagnostikim i fshehur. Ka që të marrë jetën e media kardiale, ka punë bështilë se kardiale. Ka reklam në ne? Bështilë se kardiale. Reklam nuk ka thënë. Reklama video dashuruar në Lulzim Bosh. Kush? Bashki Lukaj edhe Gjerashina Lukaj të e mot 9 vjetë motrën në shpi pa dol as në oborë as kërkun. Të e ushje me ilaqe, rison, partison të fshehura të medjave digital Sokol Ballës Sadedin Ballë.